I vjetër në moshë, por pamja ati e re të bën më herë për veten. Ky marmun i vjetër, i prodhuar në vitin 1929 në Amerikë, saktësisht në shtetin Illinois, është një bukuri që po ecë nëpër rrugët e Gjakovës e që po e shton lavdin këtij vendi. Pronari i kësaj makine është gjakovari Sinan Emra, i cili për 4 vjet me radhë e ka rregulluar e mirëmbajtur në Kanada dhe këto ditë e ka sjellur në Gjakov. Këtë makinë e punë gjetë në internet në Kanadë, edhe me interesim shumë të madh si pasionist i këtij sporti, kom arrit me shku deri në vendin ku ka pas. Ka qenë një vend shumë i larg këtu i qyteteve, në një fshat i thellë. E ka pas një mjek i cili e ka marrë një kohë gjatë. E ka importu prej Amerikës, prej Illinoisit, edhe e ka duganu, e ka tuj ato formalitetet në Kanadë. Kom arrit me marrë, e kom marrë pjesë. Edhe me 3-4 vjetë punën to, s'paljoshme, kom arrit me qunë komë dhe me regjistru atje, me përdori për çdo ditë atje në qytet. Kjo seri automjeteve Marmuni përket prodhimeve që janë bërë enkas për klasën e lartë në Amerikën e viteve të 20-ta. Janë modele unikate dhe jashtëzakonisht të bukura, të punuara me finesë e delikatesë. Kom nu vetëm motor të Mercedesit kom nu to, për me përdor edhe relacione pak ma gjatë. 2400 kubik është. Këtë automjet du mi majt vetëm për hobi, kur gjë tjetër. Megjithatë kushton edhe mirëmbajtja. Kushton, po e kom marrë përsipër edhe ato këtë mi përballu vetëm e pas në gjërin familjar. Por a shet as se shet? Për sa t'jem gjatë, s'jam interesu më shit, pra. Në qofë se gjeli atje ka punin, s'vedi. Jam. Ja, shifës kisha dhe. E me qenë se nuk e shet, aje nget plot krenari këto automjet që ka afër 90 vjet dhe ecë për bukuri me pothuaj të gjitha pjesët e veta origjinale. Në brendësi shuhet për komoditet, në ngasje duket që ka lehtësi fal vetë Sinanit që e ka rregulluar dhe mban për merak. Ky automjet është për me shpejtësi shumë vogla, minimale. Është vetëm për qytet. Unë e kum përmirësu edhe konstrukcioni i ka rrotat e balancume, muj me jetë shpejtësi edhe pak më të madhe. Edhe motorin e ka që mundet me zhvillu shpejtësi mjaft të madhe, por nuk guxon. Nuk guxon puna se është i ka ato rrotat e drunit i ka, e nuk guxon me zhvillu. Dej 60, 70, edhe 80 muj me shku me to, po o siguria është partikulizume, nuk guxon më tepër.